Australia shpesh bëhet subjekti i teorive më të pabesueshme konspirative. Prej vitesh në internet qarkullojnë histori për gardhe gjigante pas të cilave supozohet se fshihen kalime drejt qendrës së tokës, tunele sekrete që çojnë në Antarktik, bazë naziste, qenie gjigante sa ndërtesa shumë katëshe, apo madje edhe skaj një planeti të sheshtë. Fantazia e autorëve të këtyre teorive duket e pakufishme, por realiteti është shumë më i thjeshtë dhe njëkohësisht shumë më domethënës. Për ta kuptuar përmasën e këtij fenomeni, mjafton të dish se vetëm për mirëmbajtjen e dy gardheve më të gjata të Australisë, që shtrihen respektivisht mbi 3500 dhe 5000 kilometra, qeveria shpenzon rreth $7 milion në vit. Ndërsa gjoba për një banor lokal që haron të mbyll një port mund të arrijë deri në $2500. Historia e këtyre gardheve nuk ka asgjë mistike. Ato u ndërtuan për të mbrojtur tokën nga lepujt. Në fund të shekullit 19, lepujt pushtuan Australinë, veçanërisht Australinë Perëndimore, ku u shfaqen gardhet e para. Lepujt u sollën nga kolonist britanik në vitin 1859 rreth 20 individ gjithsej. Por këto kafshë e vërtetuan plotësisht reputacionin e tyre si kampion të riprodhimit. Brenda vetëm 50 vitesh popullsia e tyre sipas vlerësimeve më të guximshme arrin në 600 milion, duke u përhapur në të gjithë kontinentin. Goditjen kryesore e pësoi vegjetacioni, i cili ishte bazë ushqimore për speciet vendase. Shumë specie endemike u zhduken. Lepujt shkatruan filizat e pemëve, duke bërë që zonat terapijore të zhdukeshin plotësisht. Ndërsa sot shikon imazhet satelitore të Australisë, hapësirat e mëdha shkretinore janë pjesërisht pasojë e aktivitetit të miliona këtyre pushtuesve me gëzov. Nuk ishte herë e parë dhe as e fundi që njerëzit nënvlerësuan pasojat e futjes së specieve të huaja në një ekosistem të brisht. Por problemi duhet zgjidhur. Zgjidhja ishte një gardhë që përshkoi pothuajse të gjithë kontinentin përmes shkretetirave, fushave dhe kodrave, duke u kthyer në një nga strukturat artificiale më të mëdha të këtij lloji në botë. Fillimisht, gardhi kishte një lartësi prej vetëm 91 centimetrash, por lepujt treguan shpejt se kjo nuk mjaftonte. Prandaj, gardhi u ngrit dhe në maj ju shtua tel me gjemba. Gjatë ndërtimet lindën konflikte me popullsi aborigjene, sepse gardhet kalonin nëpër tokat e tyre tradicionale. U bë gjithashtu e qartë se ndërtimi nuk mjaftonte. Gardhi kërkonte monitorim të vazhdueshëm, riparime dhe eliminim të kafshëve dëmtues që arrinin ta kapërcenin atë, sepse lepujt janë kërmues të shkëlqyer dhe mund të kalojnë poshtë gardhit. Me kalimin e kohës u vure se gardhi ndalonte jo vetëm lepuj, por edhe kangurët, emut dhe dingot e egra. Ky ishte lajmi i mirë për fermerët e deleve, sepse dingot, kur sulmojnë tuvat, shpesh vrasin shumë më tepër kafshë se sa mund të hanë. Një tufë e vogël dingosh mund të vrasë deri në 12 dele në një natë. Lufta kundër qenëve të egër filloi që në vitet e para të kolonizimit, kur në kontinentet u soll delet. Por vështirësia ishte se dingot janë kafshë nate, gjatë ditës fshihen dhe gjuajnë vetëm natën. Për këtë arsye u përdorën kurthe, rjeta, armë zjarri dhe helme. Në fund të shekullit të 19, fermerët në New South Wales përdorën disa tonë striknin në vit për çdo dingo të vrarë paguhej 2 shilinga. Sot, për shkatrimin e dingove brenda zonës së gardhit, shpërblimi arrin deri në $100 australian. Megjithatë, për një kohë të gjatë këto masa nuk dhanë rezultate të dëshiruara. Numri i dingove u rrit në 100 herë, duke kërcënuar seriozisht blegtorinë. Si pasojë, fermerët përforcuan gardhet me tela me gjembe dhe në vitin 1958 sanksionet e shpërndara u bashkuan në një sistem të vetëm. Fillimisht, patrullimi bëhej nga roje mbi deve, të cilët pastronin një brez përgjatë gardhit, prisnin shkuret dhe pemët nga të dyja anët, kontrollonin kurthet dhe siguroheshin që portat të vendosura çdo 32 kilometra të qëndronin të mbyllura. Me kalimin e kohës edhe devet u kthyen në problem. Me ardhjen e makinave ato u lanë të lira dhe u shumuan masivisht, duke u shpërndarë në një tjetër kërcënim për ekosistemin. Sot patrullat përdorin SUV, ATV dhe teknologji moderne, përfshirë edhe gardhe virtuale që mbrojnë kafshët nga përplasjet me automjetet.
Në Tasmani, shkencëtarët zhvilluan një sistem virtual pengesash rrugore, bloqe sinjalizuese të vendosura në një lartësi prej 2.5 metrash që lëshojnë dritë dhe tinguj. Pas 3 vitesh testimi, numri i aksidenteve me kafshë ul më 50%, duke u shpëtuar rreth 200 wombat, oposum dhe specie të tjera. Ky sistem doli më efektiv dhe më i lirë se tabelat tradicionale apo kalimet speciale. Me kalimin e kohës, australianët duket se u mësuan të rrethojnë gjithçka. Përveç gardhëve kundër kafshëve të mëdha, u ndërtuan bariera edhe rreth ujrave për të mbrojtur nga zhabat kallam, të cilat në Evropë janë të rrezikuara, por në Australi u futën artificialisht dhe u shumuan me shpejtësi duke pushtuar disa vende dhe duke lëvizur drejt veriperëndimit. Për të mbrojtur parkun kombëtar në Gadishullin Coburg, shkencëtarët propozuan ndërtimin e një gardhi 9 kilometra të gjatë. Me që këto zhaba nuk kërcejnë, por gërmojnë, u ndërtua një mur betoni pak më shumë se gjysmë metri i lartë, i futur pothuajse për gjysmë në tokë. Australia u mbrojt edhe nga macet e egra. Rreth rezervatit New Haven u ndërtua një mur 44 kilometra i gjatë dhe 3 metra i lartë. Macet u sollën nga njerëzit, disa u egërsuan dhe sot numërohen rreth 20 milion individ, të cilët vrasin mbi 3 milion zoq dhe zvaranik çdo ditë. Si pasojë, gjatë viteve janë shtukur 27 specie. Në vitin 2018, gardhi u përfundua dhe situata u stabilizua. Por të gjitha këto rrethime kanë edhe një anë të errët. Shumë kafshë humbën aftësinë për të lëvizur lirshëm në kontinent, për të kërkuar ushqim ose për t'u larguar nga fatkeqësitë. Përgjatë gardheve gjenden shpesh eshtra dingosh, kangurësh dhe kafshësh të tjera të ngecura në rjetë. Në thelb, gardhet kanë ndërhyrë në përzgjedhjen natyrore. Në njërin anë bizotrojnë grabitqarët, ndërsa në anën tjetër, në mbrojtjen e njeriut, barngrënësit shumohen pa kontroll. Madje gardhet kanë ndikuar edhe në evaluimin e kangurëve. Shkencëtarët kanë vënë re se në zonat e mbrojtura, rritja e tyre është ngadalësuar sepse nuk kanë më nevojë të rriten shpejt dhe të bëhen të fortë për t'i shpëtuar dingove. Në juglindje të gardhit, grabitqarët pothuajse janë zhdukur, përveç dhelprave. Në të ardhmen e largët, këta kangur mund të bëhen dukshëm më të vegjël. Nëse gardhet do të hiqeshin papritur, grabitqarët do të shkatronin kafshët e pambrojtura që kanë jetuar për dekada në siguri. Madje gardhet kanë ndikuar edhe në peisazh. Nga të dyja anët e tyre duhet rrër, kanë formuar dhe lartësi të ndryshme. Mungesa e dingove çoi në rritjen e dhelprave dhe maceve të egra, të cilat ulën numrin e kafshëve të vogla. Si rezultat, shkuret u shëmuan, stabilizuan dunat dhe ndryshuan pamjet e tyre. Gardhi australian është bërë pjesë e kulturës, duke luajtur rol kyç në një film shumë të njohur ku 3 vajza aborigjene ecin përgjatë tij për të shpëtuar nga një stre. Dhe përveç gardheve, Australia njihet edhe për përplasje të tjera me botën shtazore, përfshir luftën e emufëve të vitit 1932. Kur ushtria dështoi përballë mira zogjve që shkatronin arat e fermerëve. Historia përfundoi me tallje nga media dhe fitore për emut. Por rreziku në Australi nuk vjen vetëm nga kafshët, edhe flora është vdekjeprurëse. Mira bim helmuese nga pemët e striknis të gympye, gjelparat mikroskopike të cilës mund të shkaktojnë dhimbje për muaj të tërë. Në ujë, kërcënimet janë po aq serioze. Morrat e detit, kandilët helmues, box, yellowfish dhe legjendaria e Irukandji e bëjnë notin pranbregut një rrezik për jetën. Helmi i box yellowfish është aq i fuqishëm sa mund të vrasë njeriun pothuajse menjëherë. Për këtë arsye, në plazhet e Queenslandit ka tabela paralajmëruese dhe rojet e plazhit veshin kostume mbrojtëse prej nailoni. E gjithë kjo e bën Australinë një vend ku njerëzit janë të detyruar vazhdimisht të mbrohen nga natyra. Gardhet këtu nuk janë simbol misteresh, por një përpjekje për mbijetesë në një botë që nuk i fal gabimet. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Shkruani mendimet tuaja në komente. Nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.